Duke nisur nga kjo hënsin, të gjitha rrugët e Shqipërisë dhe në Pogradec do të ndalohet përkohësisht qarkullimi i të gjitha monopatinave elektrike. Vendimi është marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga vetë Ministria Koçiu në bashkëpunim edhe me drejtorin e Policisë së Shtetit, Ilir Proda. Arsyeja e ndalimit të monopatinave është shkak i rasteve të shtuara të aksidenteve, prej tyre ato cënojnë sigurim publike. Policia e Shtetit nga dita e hënë do të bllokojë kështu pra çdo monopatin nëpër rrugë. Mësohet se vetëm gjatë vitit 2024 janë regjistruar 991 raste aksidentesh të shkaktuar nga monopatinat. Ndalimi i tyre është bërë përkohësisht deri në hartimin e një plani të plotë dhe më konkret nga Ministria e Brendshme. E deri atëherë, rregullat e reja strikte do të bëhen gati, nga lëvizja tek mosha e deri tek shpejtësia e monopatinave në rrugë. Shqipëria nuk është i vetmi vend i përballur me këtë situatë. Franca, Italia, Gjermania, Maqedonia e Veriut e shumë vende të tjera në botë kanë marrë masa drastike me bllokime të përhershme apo të pjesshme të tyre nëpër rrugë.